Në Shqipëri, Inspektoriati i Lartë i Deklarimit të Pasurive njoftoi sot se ka bërë kallëzim penal ndaj gjyqtarit të Gjykatës së Apelit dhe antarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë Gjin Gjoni, pas verifikimit të shkeljeve të shumta lidhur me pasuritë qindra mijëra euroshe të tij dhe bashkëshortes. Duke folur për zërin e Amerikës, zoti Gjoni i hodhi poshtë akuzat e ngritura ndaj tij. Njofton nga Tirana korrespondenti ynë Armand Mero. Inspektoriati i Deklarimit të Pasurive ka ngritur dyshime të forta ndaj pasurisë së gjyqtarit Gjin Gjoni. Sipas njoftimit bëhet fjalë për fshehje të burimeve të pasurive, falsifikime të kontratave të ndryshme me vlera të larta financiare, për blerje automjeti apo banesave tepër të shtrenjta, deklarime të rreme apo fshehje të aktiviteteve të bizneseve në pronësi të bashkëshortes. Vetëm për udhëtimet e jashtvendit, gjykatësi Gjoni dhe bashkëshortja e tij rezultojnë të kenë shpenzuar, sipas inspektoriatit, afro 250.000 euro burimit të cilave vlerësohet gjithashtu i dyshimt. Në njoftimin e inspektoriatit, theksohet se të gjitha pasuritë e deklaruara nga gjykatësi dhe bashkëshortja e tij kanë burim financiar të dyshimt. Gjykatësi Gjoni akuzohet për fshehje dhe deklarim të rreme të pasurisë në bashkëpunim, falsifikim të dokumentave në bashkëpunim, pastrim të produkteve të veprës penale në bashkëpunim dhe korrupsion. I pyetur nga zëri i Amerikës, ai e konsideroi absurde të gjithë situatë dhe faktin se ai nuk është thirrur për asnjë lloj shpjegimi nga inspektoriati, por ka marrë vesh denoncimin ndaj tij vetëm nga mediat. Ai shpjegoi se pasuritë i takojnë bashkëshortes së tij dhe janë krijuar para se ata të martoheshin. Sipas gjykatësit Gjoni, e gjitha kjo është një farsë politike që përmes tij të goditet Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe të justifikohen ndërhyrjet që sipas tij shumica kërkon të realizojnë në drejtësi. Gjykatësi Gjoni u vu ditët e fundit në qendër të vëmendjes dhe pas sulmeve që kishte drejtuar ndaj tij kryetari i Gjykatës së Apelit Alaudin Malaj për ndërhyrje në procese gjyqësore ku ai akuzohej të kishte qenë i interesuar personalisht. Zoti Gjoni ngriti padi ndaj kryetarit të gjykatës për këtë akuzë. Ai tha se të njëjtën gjë do të bëjë edhe ndaj inspektoriatit të deklarimit të pasurive. Muajin e shkuar, inspektoriati denoncoi edhe 2 gjyqtarë të tjerë lidhur me deklarimet e pasurive të tyre. Këto vendime vijnë në një kohë debatesh të ndezura lidhur me korrupsionin e lartë në sistemin gjyqësor shqiptar. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.